Gjykata kushtetuese ka vendosur të mos marrë ende një vendim mbi ankimimin e kryeministrit Edi Rama lidhur me vendimin për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Burimet zyrtare bëjnë të ditur se gjykata ka kërkuar kohë shtesë për të shqyrtuar në detaje argumentet e paraqitura nga palët. Ndërkohë, ditën e nesërme në orën 12 pritet të mbledhet Këshilli i Mandateve për të diskutuar kërkesën e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres. Ky proces ka të bëjë me autorizimin nga kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetit ministrit në bazë të hetimeve që po kryen SPAK. Kryeministri Rama argumenton se vendimi për pezullimin e Ballukut përbën një ndërhyrje në pushtetin gjyqësor në ekzekutiv, duke e konsideruar pezullimin si një shkarkim de facto që pengon funksionimin e Këshillit të Ministrave, ndërsa SPAK ka mbrojtur vendimin duke theksuar se masa ndaj Ballukut është personale dhe qëndrimi i saj në detyrë mund të rrezikojë hetimin në lidhje me tenderin e Unazës së Madhe. Belinda Balluku u pezullua nga detyra në 29 nëntor, ndërsa gjykata kushtetuese ka vendosur pezullimin e vendimit deri në një shqyrtim të plotë të çështjes. Çështja vjon të mbetet në qendër të debatit politik dhe institucional në vend, ndërsa vendimi final pritet të ndikojë në funksionimin e ekzekutivit dhe imunitetin e deputetëve.